Keni duar dhe këmbë të ftohta, ja si të zgjidhni këtë problem. Qarkullimi i dobët i gjakut njihet si një vrasës i eshtur i cili mund të shfaqet si pasojë e faktorëve të ndryshëm përfshirë edhe aktivitetin e dobët fizik, hipertension, diabet, pirjen e duhanit, përdorimi i tepërt i substancave të tjera. Simptomat me kohë zhvillohen dhe janë gjithashtu ndikuese, por nëse gjymtyrët i keni të ftohta, atëherë mund të bëni këto ndryshime në dietën tuaj. Konsumoni më shumë ujë. Është domosdoshme të pini të paktën 8 gota ujë në ditë pasi uji përmirëson qarkullimin e gjakut. Përdorni hudhrat. Studimet tregojnë se hudhra është thelbësore në shëndetin kardiovaskular. Kjo pasi hudhra zvogëlon rrezikun e arteriosklerozës për shkak se parandalon ndërtimin e stemave në arterie dhe zvogëlon shtypjen e gjakut. Vaj i peshkut përmban acide yndyrore omega 3 që ndihmojnë në heqjen e yndyrnave në arterie që shkaktojnë qarkullim të dobët të gjakut. Xhenxhefili gjithashtu mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër qarkullimit të dobët që shkakton ftohje të gjymtyrëve.